Prej një jave, policia zgjëson kanabis të mbjellë përgjatë perimetrit të liçenit të Vaut të Dejës në Shkodër, por nuk po janë nxjerrë ende fundin. Mëngjesin e të martës, 40 forca të policisë së qytetit veri perëndimor të vendit kanë kryer krehje në zonave përreth liçenit, duke përdorur edhe 2 lundra për transportin e trupave. A një report ka ndjekur hap pas hapi këtë aksion anti-kanabis. Terreni është i vështirë dhe parcelat janë maskuar me myrë mjeshtërore prej kultivuesve, por efektivët e policisë shfaqen të vendosur për t'i gjetur. Kanë kaluar 40 minuta nga zbarkimi në Vjerdh, zonë e komunës së Gurit të Zi, dhe policët dallojnë bimët e parë të kanabisit që arrin deri në 2 metra lartësi. Ndodhemi në fshatin Vjerdh të komunës Gurizi, aty ku siç shikoni vijojnë zbulimet e parcelave të mbjella me kanabis dhe shkulja dhe më pas azhësimi i tyre. Kjo është një ndër parcelat në të cilën ndodhen mbi 700 bimë, ndërkohë që kemi parë dhe parcela të tjera të cilat vijojnë të zbulohen nga policia në këtë zonë dhe vijojnë të pastrohen pra nga kjo bimë narkotike. Ja çfarë thot shefi i krimeve të rënda Sajmir Rustemi për operacionin. Këtu jemi në fshatin Vjerdh komuna Gurizi. Në bas informacione paraprake që kemi marrë rrugë operative, kemi evidentuar këtë parcel. Janë 2 parcela në këtë zonë. Kjo parcel që shihet këtu dhe një parcel pak më sipër. Sa bimë mund bëhet fjalë? Por mund të jetë një parcel rreth 900 rroje. Prej sa kohësh ka filluar ky operacion, sepse ne dimë që ky s'është i pari. Jo, nuk është operacioni i parë. Në rrethin ton kanë filluar prej rreth 1 muaji operacionit për azhësimin e bimëve narkotike. Jemi në një fazë që bima si shikoni është rritur dhe jemi në punë të mbarë. Parcela ka mbi 900 bimë kanabis. Policët nisin të presin dhe u vënë flakën. Nuk vonon shumë dhe policia zbulon një shteg që të çon tek një parcel tjetër. Sapo na është raportuar që është zbuluar një tjetër parcel e tillë, e cila është jo shumë larg prej këtij. Le të shkojmë të shikojmë. Atëherë kjo është parcela 2, e cila nuk ishte shumë larg parcelës së parë, siç duket edhe nga numri i bimëve. Është thuajse e njëjta për masë me parcelën tjetër. Autorët kanë hapur më parë terrenin për mbjelljen e saj, ndërkohë që siç duket edhe nga vetë toka, duket një terren që është punuar goxha mirë dhe kultivuesit e saj kanë punuar gjatë për këtë bimë narkotike. Në duart e shefit të krimeve dallojmë disa foto të printuara. Aty zbulojmë se avioni Guardia di Finanza ka ditë që ka kryer kontrolle nga ajri për kanabis. Madje parcela ku jemi është lokalizuar dhe fotografuar nga avioni specializuar italian, i cili ka dhënë edhe koordinatat përkatëse. Këto janë filmime që janë bërë nga lart? Nga lart, po. Është parcela evidentuar nga Interforca, shërbimi Interforcës. Kjo është parcela për numrin 171. Kjo është parcela. Kjo është parcela ku jemi ne tani? Është parcela ku ishim parë. Ku ishim më parë. Parcela që është gjetur tani është parcel që ishte me informacion në rrugë operative. Sa e vështirë është që të gjenden këto parcela? Është shumë e vështirë, sepse siç e patë edhe ju është terreni jashtëzakonisht i vështirë. Për forcat tona është e vështirë, por zona që jemi ne është zonë e re, është azhësuar në këtë territor? Jo, kjo parcel është zonë e re. Është zonë e re, nuk është e azhësuar më përpara. Mund të jetë përdorur më përpara, por që është evidentuar nga ajo. A do mjaftohet policia vetëm me këtë veprim që azhëson dhe pastron këtë parcela, apo do vijë për absolutisht nuk diskutohet. Ne kemi informacione për personat e mundshëm që kanë kultivuar të parcel dhe shumë parcela tjera rreth rrotull, po punohet me metodat tona që bëjmë zbulimin e autorëve. Në parcelat e mbjella me duhan, policët kanë pikasur një person që dyshojnë se është kujdestar për parcelat e hashashit. Nis ndjekja e tij. Nga organizimi efektiv dhe përgjetjen dhe azhësimin e kanabisit, shefi i krimeve Rustemi kalon organizimin e rrethimit dhe kapjes së të dyshuarit.
policia e prangos të dyshuarin, por ky fundit mohon të ketë lidhje me 2 parcelat e kanabisit që ndodheshin 500 metra larg vendit ku ai u ka. Madje pretendon se kujdeset për 2 parcelat e duhanit të mbjella disi më parë, por nuk thot asgjë për personat që kujdesen për kanabisin. E dyshimt për policin është fakti që ka fshirë të gjithë numrat me të cilët ka kryer telefonata nga celulari që i është gjetur. Se ke ti numër? Po më numër shenj. Se ke ti numër? Shumë ku i ke numër? Që? Tire që ki pasat? Shkam bëmë më tire sot. Sa ko ke gjithë më tire? Unë? Sot në ati në mes. Ko ke pasat në naftuj? Ko ke tire? Ko ke tire që ki banë? Ke ki martë fundit. Baksire të më nërë poshtë. Në pranga e shoqëroi në komisariatin e Shkodrës, ku do të hetohet për lidhjet e dyshuara me 2 parcelat e kanabisit. Në fund të ditës, policia raportoi se të martën u bë asgjësimi i 5 parcelave të kultivuara me 2286 bim kanabis gjithsej. Në fshatin Vjerd nga forcat e policisë u gjetën dhe u asgjësuan 3 parcela, në të cilat ishin kultivuar 1120 bim kanabis sativa, ndërsa në fshatin Lisen 2 parcela në të cilat ishin kultivuar 1166 bim kanabis sativa. Gjatë operacionit u shoqëruan në polici 3 persona të kapur në afërsi të parcelave ku dhe ishin kultivuar bimët narkotike.